Pra, kjo dëshira për të nxjerrë është një këmban që tërheq vëmendjen. Po shumë vëmendje. Dhe hakerat në botë janë edhe pasionant. Si është, për ta tregu që e kanë bërë dhe këtë. Bravo, e kupton, pra sulmojnë edhe për Ego më, jo gjithmonë hakerohet për përfitim. Hakerohet për tanë që këtë e kam hakeru unë. Dhe ky, përveç se ka hyrë dhe kanë nxjerrë që kanë bërë dhe këtë dhe këtë dhe këtë. Përveç se kanë nxjerrë që diella është komplet flus sapuni, pra është thjesht një show mediatik e AI, pra nuk ka asnjë sistem poshtë, pra nuk ka as logjik antikorrupsioni. Jo, tani ne na është thënë që është logjik antikorrupsioni, pra nuk e ka këtë. Për diellën po flet. Po, për diellën. Është një kryeministri tha që edhe sikur të marrim parasysh vetëm efektin botror që bëri emrimi diellës ministre dhe publicitetin që i dha, e ka kryer misionin. Po jo pjesa e ishte 70 me 40 të tjera, dështoi ajo apo i paska dështu të 40 me thënë drejtën, por një gjë tjetër për shembull që syri im e kap gjithmonë atë kleçkën. Ky zotëria thotë që kam nxjerr nga Parlamenti i Shqipërisë 32 gigabajt informacion. Dhe nga ky informacion janë dhe kamerat që filmojnë seancat plenare. Ato publike janë, nuk është se ka një problem. Jo, tani ka momentet e pushimit. Si mund të ketë marrë ky të gjitha? E jep me fakte. Se për fatin e mirë, ky zotëria është shumë i detajuar dhe jep edhe IP, ndryshe nga ne që si jepnim dot se Spaku thot po e nxorren të fusin burg. Adhe na nxirr pa kamerat nesër. Po çfarë interesi ka me marr këto të parlamentit e çfarë interesi përbën, ne? Ky ka nxjerr për shembull të gjithë dhënat e deputetëve. Të gjitha. Këto janë publike. Nuk janë gjitha publike, se i ke edhe rrogat e sakta, sa kanë marrë. Rrogat e publike. Por nuk janë gjitha publike, sa i dia deputetit e këto nuk sistemi. A kupton sa i dobët është sistemi? Në këtë sens, domethënë, mos të marrim se sa i dobët është sistemi. 32 gigabajt thotë i kam nxjerr nga serveri i parlamentit, pra ti kanë nxjerr prej andej. Tani çfarë serveri? Kanë nxjerr për shembull regjistrin elektronik lobist. Po ideja është, ajo është për shembull, është rreziku që ai të futet dhe të manipulojë sistemin, kjo është jo ta kopjoj, por ta manipulojë. Sot i kanë nxjerr këtë? Dje, po. Dhe mund ta bëj. Ja dhash regjist linkun. Është i mundur manipulimi, thotë. Pra, jo kopimi, pra marrja të dhënave. A mund të ndërhyjë në sistem për ajo është e rrezikshme. Nuk është çështja e kopimit, se kopimi ajo mund të jenë gjëra që mund të bësh i kërkesë, e thuash për shembull që të faleminderit që jeni. Sa ndërhyrja është më rrezikshme. Ja të ta shpjegoj. Faleminderit. Te API passwordi që pata gjetun kthesa Kamzës, ti kishe mundësi me fshi dhe me editu. Pra ti mund bëj një kërkesë. Pra dhe të fshi dhe të fusje çfarë doje. Njëtë gjë thotë edhe ky. Mund ta bëj dhe ky? Po, e thot tu që kam pas akses plot. Për shembull, një nga ato që unë ma kap syri si specialist i fushës, si investigator, edhe Delia Zeze Akshit, se shumë kanë pas quajtur ata, Delia Zeze Akshit. Ky thot që unë kam kamerat. Tani për shembull ne kemi pas një seancë sekrete për diskutimet e dosjes Ballu. Mund t'i shkruash atë zotërisë na nxjerri pak. Atë po më thash nxjerr kamera. Ajo është vetëm në seancë që ja vlen shofin. Sa shumë e bukur, sa hyra në emision i kisha shkruar një mesazh, lutem du të kontaktoj, sa hyra në emision, më çoj numrin ky personi. Po, edhe tha do bëjmë një call. Kështu që besoj do diskutoj edhe për këtë gjë. I the që jemi në emision, mund të ndërhyj tani, mund të komunikojmë tani? Jo, nuk është pak kështu chat sekret ai, nuk është kështu publik. Por, qa do të them? Pra, imagjino nëse dalin videot e asaj seancë. Nëse dalin që është diskutuar. Jo, është në shërbim publikut, ajo? Tani në shërbim publikut, po, gjithë përmbetimin e madh të ruajtjes së sekretit.